si vjetë është një prodhim shumë i mbarë dhe me cilësi të mirë, se normal ka ndikuar edhe në kushtet atmosferike se ranë shirat në maj. Po prodhimi është shumë i bollshëm, po në çmimi është mi dobët. Sa është çmimi si vjet? Si vjet varion të 3,4. Ndërsa vjet ishte? 4,5 të 5 që në kështu. Lehtia është shumë e mirë, si zonë, po ne kemi probleme edhe prapë për kushtet e rrugës siç e pa dhe vetë. Dhe për kanal Vadice, këtu poshtë ka qenë kanal Vadice. Nuk funksionon me. Po Gjorgozi njihet si një nga fshatrat e komunës Sakranit që ish komunës, që vitet e fundit ka marrë përparësi kultivimi lejthisë. Ndoshta këto 15-20 vitet e fundit janë rritur sipërfaqet në masë. Ka prodhim cilësor të mirë, vetë vendi ose toka që kanë fermerët e kësaj zone është e përshtatshme për këtë lloj bime, plus që është edhe bim, po themi, ose pemë që kultivohet pa shumë mundime. Sa për tregun pastaj varet se cili fermer mund të gjejë mundësi për ta shitur produktin. Ndoshta do ishte më mirë që dikush, qoftë edhe nga fermerët e kësaj zone ose rreth nesh, ndoshta nga Visoka, ata kanë më shumë përvojë në kultivimin e lejthisë, dikush mund të grumbullonte dhe t'i tregtonte, po aktualisht kam përshtypjen që secili me atë pak prodhim që ka mundohet që ta gjejë tregun, ndoshta mund të jetë 4.000 ose 5.000 lekë vjetra kilogrami, ndoshta edhe më pak se tani është kulmi i prodhimit. Por nëse tregton më vonë, kryesisht ndoshta një muaj para vitit të ri mund të jetë çmim më i përshtatshëm. Prodhim ka plot, edhe problemi është te fuqia punëtore, nuk i vjelim dot, dhe është një punë shumë e vështirë dhe kemi probleme edhe me tregun. Mirë ishte të kishte një pikë grumbullimi, si neve të çonin prodhimin ton, por këtu nuk ka pikë grumbullimi, edhe tregtarët që vinë këtu pasandej luajnë shumë me çmimin. Është një çmim që është harak. Sa është çmimi si vjet? Po si vjet nuk e di, po vjet ka qenë thoshin edhe me 3.000, 3.500 kilja, që lajthia në qofë se shitet në 5.000 lekje me kosto, me fjalje me humbje.